Ne u themi sërbombëdhenjve, iqve të sigurt e të fshehtë të rusëve, se dy rrugë ka për revizionistët ruso-bulgarë, që të sulmojnë në Shqipërinë për të dalë në pjesën e Adriatikut tonë. Njëra është rruga e Vardarit dhe e Kosovës dhe tjetra kanali Otrantos. Në rastin e parë, pa më të voglin dyshim, gjithë populli shqiptar që jeton në Kosovë e në viset tjera të Jugoslavisë, që nga Shkupi e Kaçaniku, nga Tetova e Gostivari, nga Llapi e Pllave e Gucia, do të ngrirë në këmbë, do t'i presin agresorët me pushtë. Zjarë do të ndizet e gjithë Jugoslavia dhe invadorët revizionistë ruso-bulgarë, po të arrinën në Alpet tona, do të vinë si nazistët gjermanë kur dollën nga Stalingradi. Në rastin e ditë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarët, Sazani dhe Karaburuni, pa patur frikë se them ndonjë sekret, janë shkëmbin të veshur me hekur e beton, kur s'kalon dot flota ushtarake sovjetike. Të tilla aventura, në rast se dëshirojnë të futen armi të ruso-bulgare të tjerë, duhet dinë se shqiptarët nuk janë një shtet prej 3 milionësh, por një komp prej 6 milionësh. Popull i vogël ishte ky yni në luftën e dytë botërore, por vetëm për vetëm, dhe i parmatosur, thyejte e likuidoi një numër të konsiderueshëm divizionesh fashiste italiane e naziste gjermane. Tash kohët ka ndryshuar në favorin e Shqipërisë socialiste. Prandaj, larg duart nga Shqipëria. Shqipëria nuk kërcënon kërkënd. Ajo dëshirojnë të rojnë miqësi me të tjerët. Po t'i preken të drejta dhe kufit e saj, do t'i përgjigjet cili do, po me atë violencë. Po kështu do të përgjigjet në mënyrën më të rreptë, pa drejtësive dhe ofezave që mund të përdorë ndokush ndaj saj. Shok e shoqe. Zgjedhjet e reja për deputetët e Kuvendit Popullor zhvillohen në prag të një ngjarje të madhe të festimit të 70 vjetorit të pavarësisë kombëtare. Populli shqiptar, të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, e kanë kremtuar gjithë një me gëzim të madh ditën e shënuar të 28
nëndorit 1912, kur plaku I urtë e patriot Ismail Kemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e vendit. Duke festuar këtë përvjetor të lavdishëm, ne kujtojmë luftat legjendare që për shekuj me radhë populli shqiptar ka bërë për lirinë e pavarësinë e dheut. Përpjekje titanike për të ruajtur e zhvilluar gjuhën, kulturën e tij, dashurinë e tij të zjarrtë për trojet e traditat e veta. Më lejoni të përfitoj nga kremtimi I jubileut të 70 vjetorit të shpalljes pavarësisë për të përshëndetur gjithë popullin tonë, si dhe tërë shqiptarët patriot në botë, dhe t'ju uroj me rastin e kësaj dite të shtrenjtë për zemrat tona. Roftë populli ynë! Roftë Partia e Punës Shqipërisë! Roftë pushteti ynë, diktaturës proletariatit! Në takim folën edhe mjaft zgjedhës. Foli heroi I punës socialiste Gjafer Qela, punëtor në ndërmarrjen 21 dhjetori. Gani Goxhi, veteran. Haxhi Koleci, I ri që këto ditë ka vajtur vullnetar punëtor në minierën e Valiasit. Rushdi Pulaha, shkrimtar, studentja Mimoza Tirtja. Në fund të takimit, mes entuziazmit, prohoritjeve dhe duartrokitjeve, shoku Enver zbret nga presidiumi në sallë dhe takohet përzemërsisht me zgjedhësit e zonës numër 210.